Në zemër të qytetit të vjetër të Barcelona, mes rrugicave me kaldrëm dhe dritave të arta që përplaseshin mbi fasadat gotike, ndodhe një restorant luksoz me emrin La Perla Azul. Restoranti ishte i njohur për klientelën elitare, politikan, biznesmen dhe turist me xhepa të thellë që kërkonin eksperiencë të rafinuar mesdhetare. Ai nuk ishte thjesht një vend për të ngrënë. Ishte një skenë ku reputacionet ndërtoheshin dhe shkatëroheshin me të njëjtën lehtësi si një gotë kristali që binte në dy sheme. Menaxheri i restorantit, Adrian Velasco, ishte një burr rreth të 40-tave, i gjatë, me flokë të errët të krehur gjithmonë me kujdes dhe një shprehje fytyre që përçonte autoritet. Ai e kishte ndërtuar karrierën e tij mbi disiplinën e hekur dhe frikën. Stafi e respektonte, por nuk e donte. Ai ishte i saktë, i ftohtë dhe i pamëshirshëm ndaj gabimeve. Në mendjen e tij, dobësia ishte luks që nuk mund të përballohej në një vend si La Perla Azul. Restoranti ishte pronë një investitori të fuqishëm spanjoll, Emilio Navarro, i cili rrallë shfaqej publikisht. Navarro ishte i njohur për investimet e tij të zgjuara dhe për faktin që i besonte menaxhimin e përditshëm drejtuesve të zgjedhur me kujdes. Adrian ishte një prej tyre. Ai e konsideronte këtë pozitë si kulmin e karrierës së tij dhe mbronte me fanatizëm. Në një mbrëmje pranvere, ku restoranti ishte plot me klientë që festonin një panajër arti në qytet, në staf u prezantua një punonjëse e re. Ajo quhej Elena Morales. Dokumentet e saj tregonin përvojë minimale. Disa muaj punë në një kafene të vogël në periferi. Ajo kishte flokë të errët të mbledhur thjesht dhe një qëndrim të përulur. Por në sytë e saj kishte diçka të qetë, një vetbesim të heshtur që nuk përputhej me CV-n e thjesht. Adrian e vuri re me një herë. Ai kishte zakon të testonte punonjësit e rinj. E quante proces filtrimi. Në realitet ishte një lojë force. Ai ngarkonte me detyra të vështira, i vinte në siklet para klientëve. I ekspozonte ndaj kritikave të forta për të parë nëse do të thyheshin apo do të përshtateshin. Elena filloi si ndihmëse kamariere. Në javën e parë, ajo punoi në heshtje. Nuk ankohej për orët e gjata. Nuk reagonte ndaj tonit të ashpër të Adrianit. Nuk përpiqej të afrohej me kolegët. Ishte e saktë, e përpikt, e vëmendshme. Kjo e bezdiste Adrianin. Në sytë e tij, përulësia e saj dukej si mask. Ai nuk i pëlqente misteret, sidomos kur vinte nga dikush me status të ulët në hierarki. Një mbrëmje, restoranti organizoi një event privat për një kompani teknologjike ndërkombëtare. Verrat ishin të zgjedhura me kujdes, shishet e rralla të ekspozuara si trofe. Adrian lëvizte mes tavolinave si dirigjent orkestre. Elena u caktua të shërbente në një nga tavolinat kryesore. Në një moment tensioni, kur një klient kërkoi një shishe të veçantë të vitit 1998, Elena u ngatërua për një sekond në raf. Ishte një hezitim i vogël, i padukshëm për shumicën, por jo për Adrianin. Ai u afrua me hap të shpejt. Pa ngritur zërin, por me një buzëqeshje ironike, ai mori shishen nga dora e saj. Pastaj në një gjest që u duk si aksident për klientët, por jo për stafin që e njihte mirë. Ai anoi gotën që mbante dhe një pjesë e verës së kuqe u derdh mbi përparsën e saj të bardhë. Njollat u përhapën si një shpërthim i ngadaltë. Ai bëri një koment tallës përpara dy kolegëve, duke nënkuptuar se ndoshta disa njerëz nuk janë bërë për vende të klasit të lartë. Elena nuk foli. Ajo qëndroi e palëvizur për një sekond. Pastaj mori një pecet, u pastrua me qetësi dhe vazhdoi punën sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por atmosfera ndryshoi. Disa klientë vunë retensionin. Një kolege e saj, Marta, shtrëngoi dhëmbët nga zemërimi. Askush nuk e kundërshtoi Adrianin hapur. Mbrëmja kaloi. Në fund të natës, kur restoranti u boshatis, Adrian ndjeu një lloj triumfi të çuditshëm. Ai besonte se kishte vendosur kufi. Kishte treguar kush ishte në krye. Ajo që ai nuk dinte ishte se kjo mbrëmje do të ishte fillimi i fundit të karrierës së tij. 2 javë më vonë, një makinë zezë luksoze u ndal para restorantit. Ishte një nga ato modele që nuk shihen shpesh në rrugët e zakonshme të qytetit. Brenda ndodhej Emilio Navarro. Vizitat e tij ishin të rralla dhe zakonisht të paralajmëruara. Kjo nuk ishte. Stafi u tensionua me një herë. Adrian u drejtua drejt hyrjes me buzëqeshjen e tij profesionale. Ai përshëndeti pronarin me respekt. Navarro nuk buzëqeshi.
Ai kërkoi të fliste me Adrianin në zyrë. Brenda atmosfera ishte e rëndë. Navarro vendosi mbi tavolinë një dosje të hollë. Brenda saj kishte disa fotografi nga kamerat e sigurisë së restorantit. Njëra prej tyre tregonte qartë momentin kur Vera derdhej mbi përparsën e Elenës. Adrian ndjeu një të ftohtë që i përshkoi shpinën. Navarro foli me një ton të qetë, por me një ashpërsi të fshehur. Ai shpjegoi se disa muaj më parë kishte vendosur të testonte kulturën e punës në restorant pa ndërhyrë drejt për drejt. Për këtë arsye, gruaja e tij kishte aplikuar për një pozicion të thjeshtë, pa zbuluar identitetin e saj. Elena Morales nuk ishte një punonjëse e zakonshme. Ajo ishte bashkëshortja e pronarit. Heshtja që pasoi ishte më e rëndë se çdo britm. Adrianu përpoq të shpjegonte, ta quante incident, keqkuptim, presion momenti. Por provat ishin të qarta. Sjellja e tij nuk ishte aksidentale. Ishte model. Navarro nuk ngriti zërin. Ai foli për respektin, për dinjitetin, për kulturën që ai donte të ndërtonte. Ai përmendi se një restorant luksoz nuk matet vetëm nga verat e shtrenjta, por nga mënyra si trajton njerëzit më të thjeshtë. Vendimi ishte i menjëhershëm. Adrianu pushua nga puna atë natë, por historia nuk mbaroi aty. Në javët që pasuan, reputacioni i tij filloi të lëkundej. Industria e restoranteve në Barcelona ishte e vogël dhe e lidhur. Fjalët u udhëtonin shpejt. Ai u përpoq të aplikonte në disa vende të tjera, por përgjigjet ishin të vakta. Ndërkohë, Elena u kthye në rolin e saj të zakonshëm si bashkëpronare e restorantit, por me një qasje të re. Ajo propozoi trajnime mbi etikën dhe respektin në punë. Ajo foli me stafin individualisht. Disa prej tyre rrëfyen histori të tjera për sjelljen e mëparshme të Adrianit. Restoranti ndryshoi gradualisht. Atmosfera u bë më e hapur. Stafi nisi të buzëqeshte më shpesh. Klientët e ndjen ndryshimin. Dhe diku në një apartament të vogël me qira në periferit e qytetit, Adrian përballej me realitetin e ri. Për herë të parë në shumë vite, ai nuk kishte pushtet, nuk kishte autoritet, nuk kishte dik për të frikësuar. Ai kishte vetëm kujtimin e një gote vere që u derdh në mënyrë të qëllimshme. Dhe pasojat që pasuan. Rënja e Adrian Velascos nuk ishte menjëhershme në kuptimin dramatik të fjalës. Nuk pati skena publike, as lajme në media, as përplasje të zhurmshme. Ishte një rënje e heshtur, por e thellë, si një ndërtesë që shembet nga brenda përpara se fasada të plasaritet. Ditët e para pas pushimit nga puna ai kaloi në një gjendje mohimi. Ai ishte mësuar të ishte gjithmonë ai që vendoste, ai që kontrollonte narrativën. Në mendjen e tij, ajo që kishte ndodhur ishte një keqkuptim i egzageruar, një provokim, një kurth i padrejtë. Ai e përtypte situatën me orë të tëra, duke analizuar çdo detaj, duke u përpjekur të gjente një pikë ku mund të fajsonte dik tjetër. Por sa më shumë kalonin ditët, aq më shumë heshtja bëhej e rëndë. Telefonatat nga kolegët e industrisë u paksuan. Një mik i vjetër që drejtonte një hotel luksoz në Bregdet i tha në mënyrë të tërthortë se situata ishte delikate dhe se bordi i drejtorëve nuk donte të merrte rreziqe reputacioni. Një tjetër vende la aplikimin e tij pa përgjigje. Industria e mikpritjes në Barcelona ishte një rrjet i padukshëm, ku reputacioni vlente më shumë se çdo diplomë. Dhe reputacioni i tij ishte njollosur, jo nga një gabim profesional, por nga një çështje karakteri. Ndërkohë në La Perla Azul, ndryshimet po bëheshin të dukshme. Elena nuk u rikthye menjëherë në pozicionin e saj si bashkëshortja e pronarit në sytë e stafit. Për disa javë ajo vazhdoi të punonte në teren, duke mbajtur përparsen, duke shërbyer tavolina, duke qenë pjesë e ritmit të përditshëm. Ajo e bëri këtë jo si shfaqje, por si proces kuptimi. Ajo donte të ndjente nga brenda strukturën që kishte lejuar një kulturë frike të zhvillohej. Ajo vuri re gjëra që më pari kishte parë vetëm nga jashtë. Heshtjen kur hynte menaxheri në sallë, shikimet e ulura, tensionin e padukshëm në shpatullat e stafit. Ajo kuptoi se incidenti me Verën nuk ishte një episod i izoluar, por maja e një sistemi të tërë presioni. Emilio Navarro e mbështeti plotësisht në këtë qasje. Ai ishte një biznesmen racional, por kjo situatë kishte marrë një dimension personal. Jo për shkak të krenarisë, por për shkak të zhgënjimit. Ai kishte besuar se kishte ndërtuar një ambient profesional,
të bazuar në merit dhe respekt. Ajo që kishte zbuluar ishte një kulturë e fshehtë nën sipërfaqe. Në javët që pasuan, u organizuan takime individuale me secilin punonjës. Nuk kishte kërcënime, as presion. Vetëm pyetje të hapura, si ndiheni në punë? A ka pasur momente që ju janë dukur të padrejta? Çfarë do të ndryshonit? Rrëfimet dolën gradualisht. Dikush përmendi se ishte kritikuar publikisht për një gabim të vogël. Një tjetër tregoi për orë shtesë të papaguara që ishin pritur si detyrim moral. Një kameriere e re rrëfeu se kishte menduar të largohej pas një komenti poshtërues për theksin e saj. Asnjë nga këto histori nuk ishte dramatike në vetvete, por së bashku krijonin një panoramë të qartë. Adrian nuk kishte qenë thjesht i ashpër. Ai kishte ndërtuar autoritetin e tij mbi frikën dhe nënçmimin e kontrolluar. Ndërkohë, ai vetë po përballej me një realitet të ri. Ai e kishte kaluar gjithë jetën duke ngjitur shkallë, që nga koha kur kishte punuar si ndihmës kuzhine në një restorant të vogël në periferi. Ai kishte mësuar se mbijetesa kërkonte lëkurë të trash. Ishte tallur për theksin e tij provincial. Ishte detyruar të punonte 2 fish për të fituar respektin e kolegëve që vinin nga familje më të pasura. Në mendjen e tij, ashpërsia ishte mburoj. Ai kishte besuar se po i përgatiste punonjësit për realitetin e ashpër të industrisë. Se po i forconte. Se po i mbronte nga dështimi. Por tani, pa zhurmën e restorantit, pa uniformën e hekurosur dhe zyrën me pamje nga salla, ai nisi të përballej me një pyetje që nuk e kishte lejuar kur të formulohej. A ishte bërë ai vetë versioni i njerëzve që dikur e kishin poshtëruar? Apartamenti i tij i ri ishte i vogël, me mure të bardha dhe mobilim minimal. Nga dritarja shihej një pjesë e qytetit që ai nuk e kishte frekuentuar kur më parë. Dyqane të vogla familjare, bare të thjeshta, lagje ku jeta rrithte pa luks. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai kishte kohë të lirë. Ai filloi të dërgonte aplikime jashtë Spanjës. Në Francë, në Itali, madje edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. CV-ja e tij ishte mbresëlënëse. Por intervistat online shpesh merrnin një kthes të çuditshme kur vinte fjala tek arsyeja e largimit nga La Perla Azul. Ai përpiqej ta paraqiste si mos përputhje vizioni. Disa e besonin, disa jo. Një mbrëmje, ndërsa lundronte në internet, ai hasi në një artikull të shkurtër në një blog lokal për ndryshimet pozitive në restorant. Artikulli përmendte se ambienti i punës ishte përmirësuar ndjeshëm dhe se stafi raportonte nivel më të lartë kënaqësie. Nuk përmendej emri i tij, por mes rreshtave ai e kuptoi. Ndjeu një përzierje emocionesh, zemërim, turp, një ndjesi të çuditshme boshllëku. Ai kishte qenë i bindur se pa disiplinën e tij, vendi do të shpërbëhej. Por vendi jo vetëm që funksiononte, por po përmirësohej. Kjo ishte goditja më e fortë për egon e tij. Në La Perla Azul, një menaxher i ri u emërua pas një procesi të kujdesshëm. Ai kishte eksperiencë ndërkombëtare dhe një qasje më bashkëpunuese. Elena mori rol më aktiv në mbikëqyrjen e kulturës së punës, duke vendosur mekanizma feedback ku anonim dhe trajnime të rregullta mbi komunikimin. Ngjarja e verës nuk u përmend më publikisht. Nuk u kthye në legjendë urbane të stafit. Ajo u trajtua si një mësim, por për Adrianin ajo mbeti një pikë kthese. Pas disa muajsh kërkimesh të pasuksesshme, ai pranoi një ofertë në një restorant më të vogël në një qytet tjetër evropian. Nuk kishte luks, nuk kishte klient me kostume të shtrenjta apo vera të rralla. Ishte një vend familjar me atmosferë të ngrohtë. Ai filloi nga një pozicion më i ulët se ai që kishte mbajtur më parë. Ditët e para ishin të vështira për krenarinë e tij. Të merrte udhëzime nga dikush më i ri në moshë. Të mos kishte fjalën e fundit. Të mos ishte figura qendrore. Por në atë ambient më të thjesht, ai filloi të vërej diçka që nuk e kishte kuptuar më parë. Respekti mund të fitohej pa frikë. Pronari i atij restoranti nuk ngrinte zërin. Ai korrigjonte gabimet privatisht. Ai falënderonte publikisht. Në fillim Adrian e shihte këtë si dobësi, por kur pas se stafi punonte me përkushtim jo nga detyrimi, por nga ndjenja e përkatësisë, diçka brenda tij filloi të zbutet. Ai nuk u shndërrua me njëherë. Nuk pati një moment dramatik pendese. Ishte një proces i ngadalt, i brendshëm. Një pasdite gjatë një shërbimi të ngarkuar, një kamariere e re u ngatërua me një porosi.
Instinkti i tij i vjetër u aktivizua për një sekond. Fjalët e ashpra ishin gati të dilnin, por ai ndaloi. Ai kujtoi njollën e verës mbi përparsen e bardhë. Ai zgjodhi një ton tjetër, dhe për herë të parë ndjeu se po fitonte diçka që nuk lidhej me pushtetin, por me rritjen. Historia e tij nuk u bë legjend. Nuk pati kthim triumfues në Barcelona. Jeta vazhdoi më e thjeshtë, më pak spektakolare. Ndërsa në qytetin e vjetër pranë mesdheut, La Perla Azul vazhdonte të shkëlqente, jo vetëm për verat e saj të ralla, por për diçka më të padukshme. Respektin që ishte ndërtuar nga një gabim i rënd. Dhe diku në një qytet tjetër, një burr që dikur besonte se autoriteti ndërtohej mbi frikën, po mësonte se dinjiteti është valuta më e fortë në çdo vend pune. Vitet kaluan pa bujë. Barcelona vazhdoi të mbetej e njëjtë në pamje të parë. Turistë që mbushnin sheshet, restorante që hapeshin e mbylleshin, drita që pasqyroheshin mbi det në mbrëmje. Por për ata që kishin qenë pjesë e historisë së vogël brenda La Perla Azul, ajo mbrëmje pranvere mbeti si një vijë ndarëse mes dy epokave. Elena nuk e harroi kurrë momentin kur vera e kuqe u përhap mbi përparsen e saj të bardhë. Nuk ishte njolla në vetvete që i kishte lënë shenjë, por qetësia që kishte ndjer brenda vetes. Ajo e kishte kuptuar atëherë se testimi që kishte nisur si një ide racionale për të parë kulturën e punës, po shndërrohej në një provë personale karakteri. Ideja për të punësuar fshehurazi kishte qenë e saj. Emilio kishte qenë skeptik në fillim. Ai kishte ndërtuar perandorinë e tij të biznesit mbi analiza financiare, strategji tregu dhe besim tek drejtuesi që zgjidhte. Por Elena i kishte thënë diçka që ai nuk e kishte kundërshtuar dot. Shifrat tregojnë fitimin, por jo klimën njerëzore. Një biznes mund të lulëzoj financiarisht dhe të jetë i kalbur brenda. Ajo kishte dashur ta ndjente vetë atmosferën, jo nga zyra e pronarit, por nga dyshemeja e sallës. Kur aplikoi me emrin e saj të vajzërisë dhe një SV të thjeshtuar, askush nuk dyshoi. Ishte vetëm një grua që kërkonte punë. Në javët e para ajo kishte vëzhguar më shumë se sa kishte vepruar. Kishte parë se si stafi ndryshonte tonin kur kalonte Adrian. Kishte parë mënyrën si një buzëqeshje zhdukej në sekond. Kishte ndjer presionin e padukshëm për të mos bërë asnjë gabim, sepse gabimi nuk korrigjohej, ekspozohej. Ajo e kishte kuptuar se problemi nuk ishte vetëm tek një njeri, por tek një model drejtimi që shpërblehej nga rezultatet e shpejta. Incidenti me verën ishte thjesht momenti kur maska u hoq plotësisht. Kur Emilio i tregoi Adrianit pamjet e kamerave, ai nuk e bëri për hakmarrje. Ai e bëri sepse donte ta shihte në sy reagimin e tij. Shpresonte ndoshta në mënyrë naive, për një reflektim të menjëhershëm. Por ajo që pa ishte mbrojtje, justifikim, përpjekje për ta relativizuar situatën. Pushimi nga puna ishte vendim biznesi, por edhe vendim moral. Pas largimit të tij, ndryshimet në restorant nuk erdhën si revolucion, por si rregullime të vazhdueshme. U vendosën rregulla të qarta mbi komunikimin. U krijua një sistem anonim për ankesa. U theksua se gabimet janë pjesë e procesit, jo arsye për turpërim publik. Elena mori një rol zyrtar në strukturën e kompanisë, jo thjesht si bashkëshorte e pronarit, por si drejtuese e kulturës organizative. Ajo investoi në trajnime psikologjike për menaxherët, në seminare mbi inteligjencën emocionale dhe në ndërtimin e një ambienti ku respekti ishte standard, jo privilegj. Rezultatet financiare nuk ranë. Përkundrazi, pas një periudhe tranzicioni, ato u rritën. Klientët nuk e dinin historinë e brendshme, por e ndjenin ndryshimin në atmosferë. Një vend ku stafi punon me dinjitet reflekton qetësi edhe në shërbim. Diku tjetër në Evropë, Adrian po ndërtonte një version më të heshtur të vetes. Restoranti ku ai punonte tani nuk kishte dritare panoramike apo lista vere me çmime astronomike, por kishte klientë që ktheheshin për emra, jo për marka. Kishte një pronar që e trajtonte stafin si partner, jo si ushtar. Fillimisht, Adrian punonte me një lloj përmbajtjeje të brendshme, si njeri që mban diçka të pathënë. Ai nuk e tregoi kurrë plotësisht arsyen e largimit nga Barcelona. E përmendte shkurt, pa hyrë në detaje, por ndryshimi tek ai u bë i dukshëm me kalimin e kohës. Ai nisi të vlerësonte kontributet e vogla, të falënderonte publikisht, të korrigjonte privatisht.
Ishte një proces i ndërgjegjshëm, jo i natyrshëm në fillim. Shpesh i duhej të ndalte veten përpara se të fliste. Por çdo herë që zgjidhte një tonë më të qetë, ndjente një lloj lehtësimi. Një mbrëmje, pas një shërbimi të gjatë, ai qëndroi vetëm në sallë duke rregulluar tavolinat. Drita ishte e zbetë, qyteti jashtë i qetë. Për herë të parë, ai e pranoi plotësisht se ajo që kishte ndodhur në Barcelona nuk ishte padrejtësi ndaj tij. Ishte pasojë. Ai e kuptoi se pushteti i pakontrolluar krijon iluzionin e epërsisë. Por në thelb është frikë e maskuar. Ai nuk e kontaktoi kurrë Elenën. Nuk kërkoi falje zyrtare. Ndoshta krenaria, ndoshta ndjenja se fjalët do të dukeshin të vonuara. Por në heshtje, ai e mbante atë moment si pikë referimi sa herë që përballej me tundimin për të dominuar. Në Barcelona vite më vonë, La Perla Azul u zgjerua me një degë të dytë. Emri Emilio Navarro vazhdonte të respektohej në qarqet e biznesit. Por për ata që punonin brenda, emri Elenës ishte po aq i rëndësishëm. Ajo ishte simboli i një filozofie të re. Se suksesi afatgjat ndërtohet mbi respekt. Ngjarja e verës nuk u përfshi kurrë në broshura apo intervista, por brenda mureve të restorantit, ajo mbeti si histori e brendshme. E rrëfyer me tone serioze për menaxherët e rinj si shembull se si një moment arrogance mund të rrëzojë një karrierë. Njolla e verës ishte Lara të natë. Përparsja ishte pastruar, por pasojat kishin depërtuar më thellë se pëlhura. Në fund, kjo nuk ishte histori hakmarrjeje, ishte histori përgjegjësie. Një menaxher që besonte se autoriteti i tij ishte i pathyeshëm mësoi se dinjiteti i një njeriu tjetër mund të jetë kufiri që nuk duhet kaluar. Një pronar që besonte tek shifrat mësoi të shohë përtej tyre. Një grua që zgjodhi të fshihej pas një përparseje tregoi se leadershipi i vërtet fillon nga përulësia. Dhe jeta vazhdoi si gjithmonë, jo me zhurmë dramatike, por me ndryshime të vogla që me kalimin e kohës bëhen themeli diçkaje më të fortë se frika, respekti.